Lavdi dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanu deri ditën e gjykimit. Allahu fuqiplot i lavdron ata njerëz të cilët janë bamirës, edhe të cilët vazhdimisht mundohen që të bëjnë punë të mira, vepra të mira, por vepra të mira nuk do të thotë patjetër të jetë financiare. Ato mund të jenë edhe fjalë, edhe veprime tjera të cilat nuk kanë të bëjnë me punë. Allahu xhaleshanuhu thot وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dhe ata të cilët e shfrenojnë mlefin, hidhrimin, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, dhe ata të cilët u falin të tjerëve, Allahu fuqiplot i don ata që janë njerëz të cilët bëjnë vepra të mira. Për këto kuptojmë se nuk ka vend hidhrimi në Islam. Edhe prandaj të gjithë ju e dini se nuk e marrë parasysh se njeriu është njeri. Allahu xhaleshanuhu ka vu një tolerancë. Elbete mund t'i hidhrohet njeriu edhe ma tepër se 3 ditë nuk bën të qoje. E këtë pse e ka bërë 3 ditë, sepse natyra e njeriu të ashtu është, mund t'i dhrohet. Ama të zgjas atë nuk ka të drejtë. E sidomos kur flitet për familjen e ngushtë. Por kjo normal është në përgjithësi. Tani dhe të përmendje unë një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hazreti Ebu Bekri me Hazreti Omerin kanë hyrë në diskutim. Edhe Hazreti Omeri hidhrohet me fjalët e Hazreti Ebu Bekrit. Kur e shef Ebu Bekri se ki me vërtet është hidhru, edhe i thot kërkoj falje që të kom prek. Kërkoj falje, ndjes kërkoj. A i thot jo s'ta falje. Mure falma, nuk ta falje dhe në qohat prej ati vendit edhe shkon për shpi, asë të omeri. Natyrën e dini e ka pas pakës ma të vrasht ashto, e qenë. A dhe ki, Ebu Bekri i vihet në bazë dhe shkon të shpija. A jam shelen dera ftyras. A dhe ki preket shumë Ebu Bekri, a dhe shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dhe i tregon, kështu thot ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Ebu Dardai, ka qenë prezent aty. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndroi çerën, u stërkuq, si mund ndodhje kjo gjë. Edhe Ebu Bekri ka pas dert se, do më thënë, e ka ofendu, apo nuk ka pas fjallë ofendimi, po ajo prek në atë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, yaghfir Allahu laka ya Abu Bakr, 3 herë. Allahu ta falt o Ebu Bekr. Allahu ta falt o Ebu Bekr. Allahu ta falt o Ebu Bekr. Dhe më thonë, ti ke kërku falje prej atje, e s'ka pranu, ja unë kërkuj prej Allahu xhaleshanuhu që ta falë. Pas disa momenteve, Ebu Bekri, Hazreti Omeri i kalon, Hazreti Omeri. Edhe më njëherë, shkon të shpija e Ebu Bekrit. Kur shkon të Ebu Bekri, thot nuk vatre, ka shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
A dhe e shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shkon atje, sa e shef pejgamberi alaihi salam, e ndron qehrën më shumë, stërkuqet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thonë, si mund ndodhje një gjë tillë? Si mund njeriu mu e ketë parasysh pozitën e Ebu Bekrit që ka pas në Islam? Edhe i tregon, kur e shef Ebu Bekri se pejgamberi alayhis salam është i dhru, edhe frigohet se po i ndodh Ebu Bekrit diçka, e po thot pejgamberi, që thotë pejgamberi diçka, ajo normal realizohet. Edhe shkon para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri ka qenë i përullur shumë. S'ka pas qibëra. Edhe ullet para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, unë i kom pas fajet. Nuk i ka fajet Omeri. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ky është personi i cili kur ju më përgënjeshtronit kim besonte. Kretë ju tjerët kine thonë ki ren, nuk je pejgamber. Ndërsa Ebu Bekri asë njëherë se ka folë një fjalë të tillë. Pra një kujton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëmat e Ebu Bekrit, e përsin që ka pas, takvan që e ka pas të Allahu xhaleshanuhu. Edhe prandaj me rend 4 halifet si duhet t'i dumne Ebu Bekrin, Omeri, Othmani, Hazreti Aliu, Ridwanullahi ta'ala alejhim, Allahu xhaleshanu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Ama në akide janë këta, në besim janë, kësho me rend duhet shkojnë. Me rend, nuk bën t'i kalën. Si mbas vlerës që e kanë pas në Islam, ashtu do më thonë dietarët i kanë radhitur. Thot, kjo është ai që më beson të mua, kur të tjerët nuk më besonin. Kjo është ai që krejt pasurin e ti e dha për Islam. Pra, ju lutem, as kush të mos e prek Hazreti Ebu Bekri. Me ndo një fjalë, me ndo një izet t'i japë t'i shka në më thonë. Asesi. Edhe thot, ma prej këtij momentit as kush Hazreti Ebu Bekri nuk e ka prek me ndo një fjalë, po me ndo një gjest. Pra, shihet, se me të vërtet Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë shumë i dalluar për të tjerëve. Në Islam kontributin që e jep Allahu xhaleshanuhu nuk e humb. Vetëm me Hazreti Omerin ka ndodhur diçka e ngjashme. Edhe ai ka vepruar sipas pejgamberit, sipas porosisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në kohën e halifatit të Hazreti Omerit vjen Amr bin Asi, të jenë zyrë të Hazreti Omerit, por para ati ka ardhur një musliman tjetër. Edhe ki Amr bin Asi të një pare. Hazreti Omerit thot, jo, ki ka përparsi. Ki e ka pranu Islamin më para se ti. Edhe pse Amr bin Asi ka pas, në më thënë, autoritet ma. Ama në Islam, shiqohen veprat që i ke bo për hirtë Allahu xhaleshanu. Edhe asnjëherë nuk duhet të anashkaluar. Prandaj edhe të ne kjo duhet, nëse dikush ma i vjetër është në Islam, ma i vjetër është edhe punët e mira, atër ai duhet kese e përsi. Jo se ai duhet të nxjej një gjë të tillë, po ne duhet të nxjejmë. Ne duhet të sillem kështu në këtë formë, këtë mënyrë. Po të rregoj edhe një rast tjetër me Hazreti Ebu Bekrin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve ishte hec me Ebu Bekri. Dul para një person edhe filloi ta ofendoje Hazreti Ebu Bekri. Edhe i thonte, çmos, i thonte, fjalë të ndryshme, ofendime. Edhe Ebu Bekri nuk folte njëherë. Pas disa, kur e teproja i mo tepër e boni, atëherë Ebu Bekri filloi t'ja kthije. Kur filloi t'ja kthije Ebu Bekri, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u largu. Ki kur e pa, shiqoni sa vigjilent ka qenë edhe sa i ndjeshëm o kanë ndaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekri. Kur e pa se pejgamberi u largu, atëherë e la atë personin edhe shkoj te pejgamberi dhe ja Rasulallah, çka ndodhi? Pse u largove? Thot, kur ajti të ofendonte edhe ti dhishe, nuk ja kthishe, thot, kishte një melaqe, ja kthente. Ai ka thonë për shkak ti i poshtër, jo, ti i poshtër. Ti e kështu, melaqe ka kthi. Por kur ti fillove, t'ja kthish, atër thot erë shejtani. Se kur vjen wal kadhimin al ghaidha, dhe ata të cilët e stopojnë, e frenojnë mlefin, i dhrimin, ata i do Allahu të lëshanë. Edhe thot, ti thot, kur fillove, erë shejtani, ati kur shejtani thot, nuk du t'i qëndroj atë. Pra kishte mesazhi i ditës së Xumës, la ilaha illa kelamu abul nizam kelamullahi al-malik